Lloji më hoti dëhre Dolce, një moment që ndërpren ajrin, kur një pamje trondit emocionet dhe ndes tensionin në shtëpinë e Big Brother Kosova. Shtëpia e Big Brother Kosova ishte gjithmonë vend i emocioneve të paparashikueshme, por dita e sotme solli një ndërveprim që tronditi çdo banor. Lim Hoti, i njohur për praninë dhe qetësinë e tij, u gjendi pa qetë përballë një situate që nuk e kishte parashikuar. Dolce, me gjithë prezencën dhe karizmën e saj, po ecte në dhomë dhe formoi një pamje që nuk mund të mos tërhiqte vëmendjen e Limit. Në një moment të heshtur, Lim ndjeu se çdo qelisë e tij reagonte, një ndjenjë e papritur dhe e fuqishme që ia shqetësoi shpirtin. Ai nuk mund ta kontrollonte emocionin e tij, duke e shpërfaqur tërësisht, por në mënyrën e tij të heshtur dhe të brendshme, një shikim që flitet pa fjalë. Kur Lim e pa Dolcen, shikimi i tij u përqendrua tek forma dhe prezenca e saj. Nuk kishte fjalë, nuk kishte asnjë reagim verbal, vetëm një ndjesi që e mbushi trupin e tij me tension dhe një farë çmendurie të brendshme. Ai përshpëriti për vete, gjithë ajo femër e bukur. Këto fjalë, thënë për vete, nuk ishin për të dëgjuar nga të tjerët, por tregonin një ndërveprim të brendshëm të fuqishëm. Ai ndjeu një kombinim emocionesh, admirim, kurreshtje dhe një tërheqje të papërmbajtshme. Banorët e tjerë, të cilët ndodheshin aty pranë, filluan të ndjenin tensionin, edhe pse nuk e dinin të gjithë se çfarë po ndodhte në mendjen e Limit. Ishte një moment që fliste vetë, një ndërveprim pa fjalë që mbushi dhomën me një atmosferë të pazakonshme. Lloji më hoti, një ndryshim emocional. Lim nuk është i zakonshëm në situata të tilla. Ai zakonisht është i përmbajtur, i matur dhe analitik. Por tani emocionet e tij po përplaseshin pa filtra. Ai e kuptoi se çdo lëvizje e Dolces ishte e dukshme dhe kishte ndikim në tensionin dhe emocionet e tij. Ai nuk foli, nuk bëri ndonjë gjest, por çdo lëvizje e tij, çdo shikim i fshehur, tregonte shumë. Banorët filluan të kuptonin se diçka po ndodhte, por nuk mund ta lexonin plotësisht intensitetin e saj. Dolce, pranësia që shkon ndjenjat për Limit. Dolce nuk ishte e vetëdijshme për fuqinë e momentit. Ajo po ecte, po fliste lehtë dhe po përmbante rutinën e saj të zakonshme. Por për Limit, çdo hap, çdo buzëqeshje, çdo gjest ishte i dukshëm. Ai ndjeu një tërheqje të pakontrolluar dhe një emocion që i bënte zemrën të rrite më shpejt. Në këtë moment, dallimi mes asaj që shfaqet dhe asaj që përjetohet u bë i dukshëm për të gjithë. Shtëpia ishte e mbushur me tension, edhe pse jashtë pamjes ishte një rutinë normale, reagimi i banorëve të tjerë. Banorët që ndodheshin pranë ndjen tensionin në ajër. Disa buzëqeshën, disa u përpoqen të mos e shikonin. Por atmosfera ishte e ndryshme nga çdo moment tjetër. Një shikim i thjeshtë po krijonte një dialog emocional pa fjalë, ku emocionet dhe energjitë po përplaseshin, çdo sy që vëzhgonte. Çdo lëvizje e vogël ishte një indikacion i fuqishëm se situata nuk ishte normale, por një moment që mund të ndryshonte dinamikën e shtëpisë. Kontrasti emocional. Ky moment tregoi kontrastin mes dy realiteteve, një Dolce e qetë dhe natyrale, duke ndjekur rutinën e saj. 2 Lim Hoti, i tensionuar dhe emocional, duke ndjer një lloj çmendurie të brendshme përballë pranisë së saj. Ky kontrast krijoi një dialog të heshtur që nuk mund të injorohej. Banorët filluan të mendojnë për strategji dhe aleanca të reja, ndërsa emocionet e brendshme po trondisnin gjithçka. Pasojat për shtëpinë. Ky moment nuk është i izoluar. Ai do të ndikojë në dinamikën mes Limit dhe Dolces, reagimet e Albës dhe Bias nëse do ta vërejnë këtë tension, marrëdhëniet dhe strategjitë e banorëve të tjerë. Çdo veprim pas këtij momenti do të interpretohet, sepse emocionet dhe tensioni që krijohen në heshtje janë më të fuqishme se çdo fjalë. Një moment që nuk harrohet, momenti kur Lim Hoti çmendet përballë Dolces, kur ajo ecën buzëqesh dhe nuk e kupton fuqinë e vëmendjes së tij. Është një episod që mbetet i gjallë në historinë e Big Brother Kosova. Ky është një dialog pa fjalë, një përplasje emocionale dhe një provë e fuqisë së ndjenjave që nuk mund të kontrollohen. Ai tregon se në këtë shtëpi, çdo shikim ka peshë, çdo pranë ndikon dhe çdo ndjenjë mund të ndryshojë gjithçka. Banorët tashmë e dinë, çdo gjest, çdo buzëqeshje, çdo shikim mund të jetë një lojë emocionale që do të ndikojë në të ardhmen e lojës.